bërshme, por është e realizueshme e diçka që juve doni ta realizoni, të kuptoni me se sa që bëhet. Por le të hedhim një sy kësaj jave me data të rëndësishme, periudha kur ndodhin fenomenet. Kemi datën 12. Dita është pak e lodhshme. Pasi dielli në Bricjap takohet me një kënd të rëndësishëm në katërkëndësh në Dash, duke na bërë disi të mendojmë dhe mund të ndihemi pak a shumë ndryshe nga që mendojmë. Ndryshimet që kanë bëjnë mund të kenë ndodhur në të kaluarën, por na rëndojnë në të tashmen dhe i mbajmë ato si plag. Shenjat që kanë bëjnë Dashi, Gaforja, Bricapët, Peshorja të Lidiqit të tretë dhe konkretisht ata që kanë diellin ose ascendenten në këto shenja. Kjo do thotë që nëse ne kemi pasur probleme, nuk i kemi zgjidhur siç duhet për një mirë arsye, mundohemi shumë, nuk jemi zgjidhje, të gjitha këto na vënë në mendime. Këtë heqim dhe këtë mbajmë dhe